Një foshnjë 20 muajsh e ka ndërruar jetë në Spitalin e Përgjithshëm të Kërqovës. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, fëmia ka qenë në gjendje të rëndë shëndetësore dhe nuk ka mundur të shpëtohet, njoftojnë nga Spitali i Kërqovës. Rasti është raportuar në sektorin për punë të brendshme në Ohër. Prej nga bëhet e ditur se ngjarja është paraqitur rreth orës 22:10 minuta. Më 23 nëntor 2025, në orën 22:10 minuta, në sektorin për punë të brendshme në Kërqovë është raportuar se në repartin e fëmijëve në Spitalin e Përgjithshëm në Kërqovë, në gjendje të rëndë shëndetësore ishte sjell një foshnjë e lindur në vitin 2024, e cila pavarësisht ndihmës mjekësore të ofruar dhe reanimimit të kryer, ka ndërruar jetë. Në një prononcim telefonik për televizionin 21, drejtoresha e Spitalit të Kërqovës Maja Cvetanovska Trajkovska tha se bëhet fjalë për një fëmijë rreth 20 muajsh, i cili ka mbërritur në repart në fazën terminale. Во текот на вчерашниот ден, околу 22 часот, во нашата установа во одделението за детски болести е донесен пациент од околу 20 на месеци, година и 8-9 месеци, во многу тешка состојба, агонија, сомнолентност, во предтерминален стадиум, во придружба на мајка и некои роднини од мајката. Пациентот е од Прилеп, пациентчето е од Прилеп, меѓутоа во моментот се наоѓало во Кичево. Се јавиле во брза помош, од брза помош е препратено на одделението за детски болести. Веднаш после прием направени се сите обиди за сите дадени се сите тераписки модалитети, направени се сите обиди за оживување, реанимација на детето, но истото за краток временски период екзитирало. Autoritetet po presin rezultatet e autopsisë, të cilat pritet të hedhin dritë mbi rrethonat e ngjarjes.